U kap me armë zjarri arrestohet në Palas Elvis Kosova. Shtetasi Elvis Kosova, i njohur gjerësisht si Vis Kosova, është arrestuar nga shërbimet e policisë në zonën e Palasës pasi u kap me armë zjarri pa leje. Kosova është një emër i njohur për strukturat e policisë dhe mediat, i njohur gjithashtu në rrjetet sociale për pasionin pas makinave luksoze dhe garave të shpejtësisë. Emri i tij është përmendur edhe më herët në lidhje me raste të dyshuara të mashtrimit me automjetet luksoze me vlera që arrinin në qindra mijëra euro. Gjithashtu ai ka qenë edhe objekt i sulmeve me tritol. Rreth një vit më parë, në garazhin në pronësi të tij u vendos një sasi lënde eksplozivi.